Kosova fatmirësisht ka shumë vajza të reja, të zonja, të cilat na përfaqësojnë në forma shumë të ndryshme, qoftë brenda vendit, qoftë edhe jashtë, po me marrë përgjegjësi edhe pjesën e politikës, pjesën e angazhimeve publike, jo gjithmonë është e lehtë, sidomos në vende të vogla si vendi jonë. Po nuk ka qenë shumë e vështirë dhe për Gresa Lahun. Gresa, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta Vlera, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ju ke përgjigj ftesës. Unë e përmenda pjesën e angazhimeve edhe të kësaj përgjegjësisë, po për ty me qenë figurë që do të thotë tash shohim pak më aktive, mirë po gjithmonë do të thotë puna jote ka treguar që ke qenë update një farë forme me angazhimet edhe me punën për kontributin qoftë në QKUK, qoftë në pozicionin tënd si asambleiste për 4 vite deri tash. Gresa, është e vështirë për një vajzë me qenë aktive dhe publike në Kosovë? Vlera, realisht të qenit vajzë ose gru në Kosovë mas pari nuk është e lehtë. Tu qenë me mbulesë, fatkeqësisht për neve vajzave dhe gratë në përgjithësi në Kosovë ka qenë sfiduese sidomos 2 dekadat e para mbas luftës. E kemi pa që ndër vite gratë nuk janë qenë ato që jo pse nuk kanë dashur me marrë përgjegjësi, po që nuk ju kanë besu përgjegjësitë. Kur po flas për përgjegjësitë e kam fjalën për përgjegjësitë apo pozitat publike, funksionet publike. Të e pas parasysh faktin sepse kanë qenë të anashkaluara nga ndoshta vetë institucionet qetëse për faktin sepse nuk kanë qenë pjesë e tryezave në cilat janë marrë vendimet, në përgjithësi gratë. Aq më e vështirë ka qenë për gratë me mbulesë, të e pas parasysh faktin se kemi raste të shumta që mësimdhënie nuk kanë mujtë me e përcjell deri në fund, për shkak se janë dëbu nga vendi punës nëse kanë vendosur mbulesën. Që kjo natyrisht është fatkeqësi për këtë vend, e nuk po flas për ndonjë pozitë udhëheqëse menaxheriale apo drejtuese. Me thonë drejtën, tash të gjithë po e shohim një ndryshim shumë të madh. I kemi pa që gratë janë ato që gjithmonë kudo që funksionojnë janë më drejta, punën e kanë shumë afisnike, janë sinqerta dhe bashkëpunuese, edhe nuk po e them unë, po e thojnë realisht rezultatet, jo vetëm vendore, po edhe gjithë ekspert ndërkombëtar që aty ku udhëheqin gratë, edhe puna është më e mirë dhe më e saktë ndoshta, për shkak të cilësisë apo realisht po cilësive që gratë i kanë si karakter. Domethënë, po natyrisht për mua nuk ka qenë shumë e lehtë, po ka qenë ndoshta më sfiduese në fillim, por ja që kur fillon edhe angazhohesh, është mandej veç me punë edhe mbrihet. Po, ka qenë sfiduese në fillim. Tash me qenë, ti je figurë publike në një formë. Mirë po edhe ne që shfaqemi në çfarëdo forme, qoftë të moderimit, qoftë profesionale, jo gjithmonë hasim në mirëkuptim apo në mbështetje. Po shumë shpesh na ndodh me pa atë qindra mesazhe negative të formave të ndryshme. A je ambientu me ato? Po mendoj me këto, apo a ke pas shumë, se unë realisht kam pas shumë në fillim. Qysh ka qenë për ty? Realisht jam ambientu, edhe ka një kohë gjatë që jam ambientu. Unë aktivizmin tam politik e kam nisë në 2017, kur kam qenë veç 17 vjeçe në rininë e Partisë Demokratike. Mandej kam garu për herë të parë për kuvendin komunal në Prishtinë në vitin 2021. Aso kohë vetë fryma nuk ka qenë për partinë në cilën unë kam garu, fatkeqësisht, sado që fushata ka qenë shumë e mirë, edhe fakti që edhe unë kandidate për herë të parë, e rej në mosh, e mbulume, u konë shumë sfiduese. Ma reja? Po, ma reja kam qenë në garë, jam edhe antarja më e rej kuvendit në Prishtinë gjatë këtij mandati kam qenë. Mandatin e kam marrë në moshën 22 vjeçare, edhe
patjetër se ka qenë sfiduese dhe kun shumë e komentume. Po vlerë një gjë e di sigurt që gjatë rrugtimit ka me pas gjithmonë sfida, por kur të mrrin, njerëz kanë me tu bashkangjit. Tash na pëlqeu ose ju forma që shkon, na do të mju bë ball sfidave për cilat i lufton. Arsyeja më e madhe pse unë kam vendos me pas ndoshta jetën tam jo veç publike, jo qefi pse kam jetën publike, po kauzat e mia janë për mirëqenien qytetare, edhe një gjë që kam kuptuar gjatë jetës, gjatë rritjes tam, fëminisë tam, shkollimit, e kam kuptuar që arma më e fortë për me ndryshu politikat publike është politika. Edhe natyrisht kjo nuk është shumë e lehtë për një gru, e aq më pak për një vajzë të re, e cila në mosh të re kyçet, po ja që unë e kam marrë besimin, komentet janë konë natyrisht as pak të mira, po nuk jam nalë edhe kam punu. Qyshe kanë zakon u bone ti, me na kallëzu? U bone ti me na kallëzu. Kjo është më e pak ta që ta thojnë. Po, okej. Komentet janë konë të ndryshme. Ka pas edhe pozitive, natyrisht ka edhe njerëz që qëre aktivizmi politik edhe karriera, sidomos në politik, nuk mbërrihet për një ditë. Realisht, as një punë e cila është e mirë, nuk e ka rrugtimin e lehtë, sepse dush me qenë konsistent në punë edhe dush me punu anënën. Kur gjë nuk mbërrihet për një ditë, çka bëhet me shkop magjik, që ashtu ka mu prish. Kështu që normal, do të me punu mu angazhu, edhe pse jo na me i pas vllaznit edhe motra tona, po edhe besimtare, në institucione të respektume publike. Gresa, na para se me fillu podcastin, bisedum paka shumë, edhe do thot unë e posh nga mënyra që ti e tregove rrugtimin tënd, rrugtimi jot nuk ka fillu në vitin 2021 me aq sa unë e vrejta. Mirë, po ka fillu që nga shkolla fillore, një farforma ajo se secili fëmijë ka ëndra, ka mendime, mbas të asaj me cilën ballafaqohet e merr një hint ose një sinjal se qa du me bëone në të ardhmen. Edhe unë e pata një përshtypje që ti prej atëherë ke fillu me pasat idenë që qa ko me bëone për njerëz, me mbështet ose me ndihmu. A mund është pak me spjegu, me sqaru qëtë pjesë? Në 2021 rrugtimin e kom marrë në aspektin e funksionit publik. Do me tonë kom pas përgjësi, mu ka dhomë besimi për mes votës e qytetarëve në një funksion publik, që ka qenë kuvende, është realisht. Po, është e vërtet që nga shkollimi fillor, janë ato faza e parë në shta kur të janë një socializosh ma shumë, edhe në klasë dojnë të respektojnë. Në klasë nënë, si në krejt shkollat që ka kryetar klasave kështë, natyrisht se isha edhe një herë për zgjedhura në zonësat të klasës, edhe kur u zgjedhën kryetarët e përfaqësuesve klasëve të nënta, për gjitha isha unë. Edhe vendosën aty kështu. Për të gjitha klasët e nënta? Po, ishte fillimi një ambicje të vogël, të pashprehur, po që natyrisht ambicje e mirë, qëllim mirë, edhe prej aty kena bo ndryshime në shkollë, edhe kena ngjyros radiatora, kena ble lule, kena kriju një fënd që realisht e ka pas shkolla ma herët. Edhe së da asoj dite kër në shkemi vizitu, sepse pak gjona ka ndru në atë shkollë, hala më thujnë hala janë vazët që i ke bleti me tjertë në zonë sa kur keni qenë. Kështë që për mua knatësi me boksi ndryshime. Atër që ka pas, që kam ka mbet mund mend, ma ndej që më ka përcjell që to 2-3 vjetë e fundet, ka qenë umbulu, kur kam qenë në klasë të 6 ose 7, umbulu një vajzë aty në shkollë. Edhe maj men u qunë kolektive i disa arsimtarve, këshilli prindve, së bën me lanë me ardhë me shami. Qëre tash na e dim që qaj udhëzim i ka penalizu shumë edhe vajzat në shkollim edhe gratë në punësim, po natyrisht kur s'është dora e zgjatur e shtetit mbi gjitha kategoritë, mandej disa favorizohen e disa diskriminohen, në këtë rast kanë qenë besimtarët ata cilët në shumë raste kanë qenë diskriminuar fatkeqësisht, po mandej u kthy ky farë muhabeti mas çdo vjete dhe kam qenë ndoshta pikërisht unë ajo si një përfaqësuese qytetarëve që kur ka ardhur puna me vendos për ndonjë person që sukon unifikus, kam thonë që ky s'bën se s'është unifikus për çat pozitë. Edhe e kam fjalën për pozita udhëheqëse që janë politike ose diçka. Tu ka marrë mendime, je kom person që ke vendos. Do me thonë na mundu me bo ndryshimin, tu i pasa në qysh po rrjedhen. Ti pse mos me qenë pjesë një tavoline ku
vendoset për qytetin tënë. S'ki me pas gjithmonë mundësin, po ka me pas format të atill asisoj që në qofse ti punon, kanë marrë njerëz të paktën me ta marrë mendimin. Ndoshta gjithmonë jo çaj mendim ka me shku vendin e duhur, ose ka mu bo vendim. Po të paktën ti me qenë pjesë e tërëzës diskutive, ka mu të marrë mendimi, kanë me të respektu njerëzit, ka shumë raste që jo gjithmonë të respektojnë me qef, po me zor kanë me të respektu. E që ato fatkeqësisht na e kena pas si t'imponume, me shty ka pak sanët, me shty malin me gjë që thojnë, po we can do it, kështu që pse jo. Gresa, mandej, do më thonë, ti vazhdove me shkollimin e mesëm, edhe erdhë koha kur ti veç fillove me u njoftu me fenë nëse nuk gaboj, me besimin. Qysh ka qenë njoftimi jot me besimin? Duke e ditë që unë kom pa intervistat tuja të mahershme ku ti ke deklaru që nuk ka qenë mbështetje, familja ndoshta nuk ka qenë nxitse, nëse më thonë. Jo, s'ka qenë nxitse, as imponuese, jo. Okej. Do thot nuk ka qenë sinjal se kanë herë fëmijët rriten në një ambient fetar dhe do thot mandej veç e vazhdojnë të njëjtin rrugtim, po për ty nuk ka qenë e njëjta. Nuk ka qenë. Edhe mbulesa ka qenë pak sfiduese, për shkak se për shembull prindët e mi nuk kam pas mendime jo të mira për fin as pak, por ajo nuk është ajo pjesë mirë, po realisht e kam pas që të frikën që një vajzë me shami, sa do e zoja që është, nëse një vajzë, përgjithësi sa do e zoja që është, në qoftë se mbullohet, kam i pas dyrt e mbylluna. Edhe që sa ju kam frigu edhe të në kohën, prindja në këtë rast njëni për tyne, baba, e ka pas tutën që a ka mja dal, a qëtu kapacitetet që i ka, a ka me mujt me i qumë ven, për shkak të barierave në secilin sistem që e ke pas për të vajtë në Kosovë, që në konë shumë pak të gra që kanë pas pozicione, si që përmendaj më herët, edhe unë e bona ta më naturisht. Besimi ka fillu që nga shkollimi fillor pak shtë, mandej në shkollë të mesme unë kam qenë në gjimnaz, në Gjevdedot, s'kam qenë medresante ose diçka e tillë. Do me thënë s'kom djekë në një shkollë fetare të besimet, por kom lexu vetë. Edhe mandej ashtu ka fillu, jem mbulu në moshën 19 vjeçare, mandej... A të kujtohet dita e parë mbulesës? Po, u konë 27 dhjetor, u konë dimën, u konë e ajtë mas ditëve, që di që e kom qelë kalendarin, një javë për para, kom thonë, kam u mbulu. Edhe nuk më isha ma me dalë që ashtu vlerë, nuk e di. është shumë spirituale kjo puna e mbulesës të vetë e den, po shumë njerëz kur më pyeten e qysh e ke vendos, nuk është që kam spjegim për kufizim, është një fjali që kam e thonë edhe u kry që aja është, u konë shumë spirituale dhe vazhden me qenë e tillë. Nuk arritje sa do që bën njeri njetë, normal që ka thonë Freudi njeri o shenje pa ngupur, nuk ngupet kur, po unë e di që ndina shumë e përmbushën, që nga ajo di që jam mbulu, edhe nuk kam nështa, s'kam fëmi, nuk jem e martume, nuk më i me thonë që e kam një fëmi edhe jem di që a ditë që jem bonon në personi ma i lumtur në botë, se shumë nana që i njim të thonë kështu, po unë e di që ditën kur jem mbulu, jem di shumë e përmbushën edhe asë një ditë tjetër ymër mos me pas, e di që kur gjë marakës më kishmet. Kështu që atë që kjo fjali, që aja që më përkuvizon mu, kur të më pysin qysh jem mbulu, ose qysh e ke vendos. Dhe me thonë shumë spirituale. A ka pas njerëz të cilët kanë pyet e pse, okej, do me thonë ti e gjenerat e re, edhe nuk je gjenerat e viteve 2000 deri në 2010, nashta kur të kanë pyet në dhe në kuptimin që a ki flok, se nashta adi nuk kanë ditë qaq që bot për çështje fetare plot, po nuk e di. Sa tu kanë drejtu nashta edhe në qësi forma. Shumë u kanë drejtu edhe më drejtojnë hala, se tash fakti që kam edhe pozicion, e bën se me persona që kemi aktivitet politik, me persona që kanë pozita, e që nuk kanë, me qytetar, shumë e pysin, edhe e pysin këtë gjë, po pysin, a ki flok e ku i ki vesht, qa të ku i ki dhe te, po qa me bu. Realisht nuk e din shumë njerëz, nuk qëra, fatkeqësisht në Kosovë nuk janë njerëz të informuar shumë për fe, edhe tutën ka pak për njerëzve fetar, a e ke po nuk ta merr mendja ku me di qa ka me bo, se janë kriju do paragjykime, është një lloj stigme i të qenit fetar, edhe tani kur qojnë në një pozicion udhëhecës e publik, tu e praktiku edhe fen, derisa nuk të njohin, janë paragjykues, që është në rregull për mua se e di që
nuk i takojnë, nuk kanë lidhje as pak me këtë pjesë, po na do të me konë që ata, që i bojmë me menu ndryshe, edhe me sjelljet tona, me veprimet tona, me afërsinë që e tregojmë ndaj tyre, e unë gjithmonë po ju tregoj, ju them çështu ka ndodhur, është shumë e brendshme. Gresa, qysh ndihet babi tash që e ka po që Gresa që ato aftësitë e veta, pavarësisht që është mbulun, nuk ju kanë shu, po vetëm i kanë nxjerr, i kanë dalë në pa? A është i kënaqur apo a e përmend? Po, Apo ja vren ti ndryshimin se kanë herë disa gjëra s'kemi nevojë me i fol, po ndjehen. e vërtet. Mas meje, mas se unë jë mbulu në 2018, mas një 4-5 viti unë mbulu edhe motra em tjetra, edhe që ato e kena po që ke ndryshe kur reagime, edhe asesi nuk dyshën atë që një fëmi qoftë vajzë ose djalë, për shkak të besimit ti, në qoftë se ka edhe ambicjet që ndosh, edhe punë të palëshme, se normal do të me konë konsistent në ato që e dënë, ka me më rri, edhe normal e di 100% që është shumë krenar me mu. Shumë mirë, është shumë kënaqësi kur fëmia arrin me bo prindin krenar. Gresa, po më tregove për lutjen duan që e ke bo, do me thonë që ato dit, apo që atë dit, a mundesh me na tregu cila ka qenë, se normalisht mbulesa është një ndryshim jetësor, kjo është pjesë edhe jemja që kom përjetu edhe vetë. Gjatë asoj kohe, e kom po që njerëz po më qyrin me një sy tjetër, shumë tjetër. Do me thonë 180 shkallë ndryshu njerëzet, u largun pak, ose u ftafën nështa, se kanë thonë, qëra, kjo nuk ka ndryshu veç në pamje, kanë menu që u transformu si njeri, ose komenti që ka ndodhë. Like, hello, kur gjës ka ndodhë, jem bulu, unë e respektoj edhe një gru që del ku me diqysh. Nuk është në sytë e me, ajo nuk jam unë që unë e paragjykoj dikën që shdokët, kur njët nuk e bëj. Po natyrisht unë se pres ato që e kam unë me pas edhe tjetre, sepse nuk ndodha se se. Kështu që po më kam paragjyku shumë, janë largu shumë, janë ftof shumë, janë këthy mas nej, kështu që ajo ndodh, po ti s'ki që ka me bo për pas me ase, lutja u konë, një kom lutë zoti që atë kosh shumë, i lutë na shpesh, nërsa ju si atëherë, se që kjo dinamizmi jetës ka njëherë edhe po na merë, pimarëm sanet mirëqina, po shala zoti na forcon fisa ma shumë, ju kom lutë zotit shumë, i kom thonë bë diçka me mu, që është e madhe për mu, që është jo shumë e parreshme, se për zotin s'është kur gjë e pamundër, po për mu që u konë është ta që s'u konë vijën tam, që me pa njerëzit që edhe me konë me mbulis më nësh. Qaja u konë që ato momente, sepse nuk u konë sfidu se ti me dalë tani, jo me dalë me mbulis, po me dalë me vazhdu, ndërkohë kishin ndru sanet, kishin ndru njerëzit, kishin ndru gjithë shka. Edhe është, si do që tjetë, është ajo ndjenja që ty të bënë muni ndryshe. Ta kryojnë të tjerë që ajo atmosferë që kryohet është nga të tjerat. E vërtet. Gresa, i përmende muslimant, besimtarët ma herët, e përmende këtë, do më thonë, pjesën administrative, pjesën penalizuse të mbulesës në shkolla e tjerë. A do të thotë që Gresa në asamble punon apo angazhohet vetëm për komunitetin fetar, apo ki interes do të thotë të jesh më e gjërë në këtë? Vlerë, kur ja kom njësë aktivizmit politik, nuk jam kone mbulume, kështu që kjo e tregon krejt atë fillimin nismën tem, mjaftueshëm që angazhimi politik është gabim nëse drejtohet veç me një sferë caktume ose me një komunitet caktum, sepse i bjen që ti nuk je gjithë përfshirës, nuk je unifikus. Për mu se cili person është i rëndësishëm, se cili qytetar e ka vlerën e vetë, nuk ka ndodhur ndonjëherë gjatë këtyre 4 viteve mandat në kuvend që më thirrni një qytetar kush do ka qenë, kudo që ka qenë Prishtinë që unë nuk e kam taku, nuk e kam dëgju për hallet e kërkesat e veta. Fundja opozicioni publik është asisoj që ti e ki obligim me i taku edhe me i delegu çështjet në komunë, jo gjithmonë kime pas mundësi me bo zgjedhje, po kime kon adresa e tyne aty në 24 shtatë. Kjo është përgjegjësi publike, është edhe betim jam i publik,
sepse që ashtu do të me konë se cile, po fatkecia që edhe na politikant i kanë 2-3 kauz, da 1 kauz, fatkesish i krym 5 mandate se s'njihet për asnjë kauz, po jo. Përgjithësi është mirëqenia e përgjithshme e qytetare edhe për të gjithë njësoj asese... Okej, perfekt. Po. Shumë mirë. Gresa, kthehem për pak, vazhdojmë me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Gresa, na jemi njerëz, do thot kryesisht jemi përqindja më e madhe musliman në Kosovë, mirë po praktikus është përqindje më e ulët. Edhe na e dim që ka këndvështrime të ndryshme, njerëz ti thajën të ndryshëm, mendojnë ndryshe, ti pavarësisht gjithë shkafit për të gjithë tha që nuk i gjykoj, veshja, bindjet, është qytetari i Prishtinës, edhe është kompetenca, po përgjegjësia jotja kur e merr një barë në krasje asambleiste me adresu çështjet e tyre. A ka pas tash, ne që i takojmë komunitetit besimtar, e dim që ka këndvështrime të ndryshme edhe për pjesëmarrjen e juaj, si vajza apo gra me mbulesë në politik, po dhe te gjinia mashkullore është e njëjta. Kam raste kur dëgjohen zëra që nuk ja vlen për shkak se janë ligje të tjera, të cilat nuk duhet me na përfaqësu neve ndoshta si besimtar. Ku qëndron Gresa me këtë, apo si arsyton veten, apo si e shehti veten këtë pozicion? Qëra Kosova është shtet laik, sa i përket kushtetueshmërisë, po ka besimtar të feve të ndryshme, kryesisht musliman natyrisht, të deklaruar të atill, dhe unë mendoj që na e kemi obligim që me i shty përpara proceset demokratike në këtë vend. Ky është mendimi personal. Edhe unë i qëndroj mbrapa kësaj. Pse? Në momentin që ti jeton edhe vepron në Kosovë, që tu kime jetu, me çto rregulla kime jetu, me çet kushtetut kime jetu. Sepse nuk bëhet ndryshe. Kam pas sfida, më kanë qitë prej fez vlerë. Më kanë thonë falë, ti po garën me një parti politike që nuk është kështu, nuk është ashtu, e ki parasysh, mos me një detaje. Po për mu, sukon shumë e letë që atëherë në fillim u kom pak, adin se
po veç pak vjen një pikë edhe thu, kush ka me arë një det këto, kush ka me udhëheq këto, nëse na e lojmë si musliman edhe hiqëm dorë prej angazhimit në jetën publike, në aktivizëm përgjithsisht shoqëror për mirëqenje qytetare, për është kjo, më falë, mi thonë të zotni ose zoj që nuk del me votu ose konsideron gjëna haram, do me thonë thash, më kanë qitë prej fejs, fillimisht pika e parë me që të drejti më gjykon mu edhe jetën tam, që s'do të me taku heq, edhe e dyta është kur të dënojnë policia në rruga e pagun dënimin e kjerët, besoj që pagujnë, s'ka qare se s'unë e regjistran tani kur shkën me regjistru, nëse veç përdor vetur. Pse e pagun, ligji i Kosovës është, që kjo kushtetut i ka formu legislacionin e shtetit edhe institucionat të Kosovës. A e qënë fëmin shkollë në institucion publik? Po natyresht e qënë. Qaj institucion shkollor është i udhëhequr prej krejt politikave si nivelli nacional, si nivelli lokal. Do me thonë është politik. Edhe nuk mund është i me nej duar kryq me thonë vëlla unë po rri e hajtë se komu bo Edhe mandej mu anku. Po edhe mua, jo mu anku 100%. Po mandej me na gjyku edhe neve që mirëmi me këtë punë. Okej, vazhdo është drejtimi jo qysh do që është. Kom pas edhe raste tilla kur kom kërku vote, më ka thonë ju s'më mja qitë vëlla, a ma ka shojt partina, shamina, ka thonë s'pemojshe qysh duhet, edhe kësi gjana ka pas, edhe në fund, u kthy filan fistekut edhe unë ka thonë më falë, qysh është mundësia me rregullu që të punë komunët se çka po ndodh bre me qëto konkurse sekret me njëf shumë puhin shumë korruptive, gjithë shka u bo shumë nepotizëm. E qysh po menon ti tunajt në të shpia, të scroll në Facebook që kanë me ndryshu sanet veta, kur njët. Kështu që unë ju kësha bo thirrje gjithve që ka besimtar normal në krejt partit, se unë e kuptoj që ka individ, ka shumë prej nesh që e shojnë me këtë synin e besimit, jo veç punën, po ndërkohë edhe ka shumë njerëz që mundën mos me konë në një vi me nesaj për këtë besimit, po me konë shumë zët edhe mos me pa me asnjë sy ndryshe vlerën edhe një gru tjetër jashtë që nuk është s'ka mbulesë, sepse për neve gjithë barabar do të me qenë, kështu që i ftoj gjithë me dalë me votu, nëse nuk jam ush synin kërkosh, ma mira me prish votën krejt, po mos me e lonë vetën të mos konë pjesë e procesave. Të paktën si votus, nëse na nuk dojmë me konë pjesë politikave në Kosovë, partive politike, nuk e di që ka mënyrë tjetër më atë mirë se sa me dalë edhe me ja për krajen për njerëzit që i kem që atë në funditës. Po, realisht Gresa pajtona shumë me ty, me shto që ti e tha, për shkak se na nuk e di, po thomë si qytetar, si njerëz, si shqiptar. Po. E kemi nashta që të zakonin që gjithmonë kemi nevojë me e hek përgjegjësinë prej vetes në kuptimin që i thojmë Greses, asoj tjetrës atij tjetrit, mos heni se nuk bën, nuk lejohet fetarisht, po në fund kur vjen puna për fëmijët tonë diçka, për ne diçka, mandej na ankohem se s'po kemi kushte na si besimtar, po s'kemi se kush me fol për ne. E vërtet. E tash, po këto prap pe kthejnë atë aspektin profesional që e kemi vetë atë tendencen instiktivisht veç me gjujt përgjegjësinë diku tjetër. Se po e morëm na, diqysh tutëm që sun e majim edhe sun e menagjojmë, kështu që na porrimin hije, le të vendosin tjerë te kemi ma let me fol për tjerët. E vërtet. Atë nuk e di pse e kom që përshtypje. Jo, ajo është 100%, unë gjatë punës që kom bënë që kom vrej që kur kanë ardhë, nuk kom pas direkt me ginekologi punë, po njerëzit kanë njoftë e kanë di që po punon aty edhe të kanë kontaktu për arsye ndryshme. Gjithë kanë lyp ginekologe gra. Po. Mi mor ato gra, më falë. Apo edhe gra nuk janë shkollu, ose janë shkollu numër të pakt. Po. Edhe ti tani me dojë mos e ki jo valla veç gru. E ku me gjetë atë gru, po shkolloni gratë. Let punojnë gratë, let kryjnë specializime gratë, let marrin pozita gratë, se munden. Kështu që kjo është, nuk i me pak fjali për kuvizën mjaftueshëm. Gresa, çka mendon që i duhet Prishtinës prej mandatit të radhës që fillon, do thotë që duhet mu bën një ndryshim që ti e vlerëson si është ma me urgjencë? Urgjencë e madhe për mu është me direkt me punu në mekanizma që e rregullojnë trafikun Prishtinë. Ma murmenja. Po, ti met prej qafës deri në Dardani një orë. Prej orës 2 deri në ora 6 e ki qatë kolon, po edhe në mëngjes e ki full. S'ki qka del as me taksi, as me kerr. Do me thonë që kjo është, për ndryshe tjerat
ka nevojë krejt për të dëshiruar çdo gjë këtu në Prishtinë, fatkeqësisht, pa dashur me kesh me një farë mënyre komunë në këtë rast partinë që udhëheq me pushtetin Prishtinë, po është kaos. Në secilin aspekt, si në shkolla, si në institucione të tjera gjithse arsimore, shëndetësore, mos të flas, është shumë keq Prishtina se ka asnjë spital të veten, krejt shërbimet kryen që po ka. Do e pas parasysh faktin që do mu kry në spital ose në qendrat mjekësisë familjare, sepse sipas OBSH-s 80% të shërbimeve do të mi kry sistemi primar. Po që të na nuk ki qysh i kryen, se kini ginekolog në mjekësi familjare, se kini pediatër, se kini ortoped, nuk ki mundësi me bo një rentgen, ki analiza veç bazike, që njerëzit ju kushtojnë tani si privat në gjepe, si me kohë dhe energji në për si spitale private, apo edhe në që ku këmandi që stër ngarkuar, pa është sistem terciar fundja i takon në Ministrisë të Shëndetësisë nivelli nacional, s'ki hapësira gjallë për ta rekreative kërkon për fëmijë, u betonizu gjithë shka. Kështu që ka shumë punë për me bo, unë e urej që qytetarët kanë me konë të vëmendshëm kësaj here, edhe kanë me votu jo për lloga partijake, po për individ që besojnë se kanë me bo ndryshime. Kemi po mjaftueshëm edhe unë veç i ftoj me po pak a shumë se çka ofrojnë kandidatët, mi po programet, se si jem prej atyne që lexojnë fatkeqësisht, si këqyrëm hiç programet. E kam dajën që aty në qëtë parti, hajtja që atë shaplën votën, që këna ka marrë në qafë si që është një mitësisht për dëst, anej kënej, kështu që menoj që to do të pak nominal edhe mu ullë me diskutu, antarë që kandidojnë ata janë për qytetarë, mu ullë me pa qëfar planit veprimit ka subjekti vetë, gjithkun ka njerëz mirë, po na mu mundu që prej se cilës parti me pas mundësin me i qu njerëz ma të mirë, me i zgjedh ma të mirë. E ajo bëhet për qytetarëve vlerë. Po normalisht. Edhe është shumë, kur ti po fol, unë si qytetare që më duhet me votu, ndjej veten që po besoj që krejt që e këshyrin këtë podcast, e ndjejnë veten që e kini mundësin dorë, do thotë që ti me bo diçka për veti. Se realisht ajo është për ne. E vërtet. Nuk është pavarësisht që një asamblejist mundet me u pagu, po mendoj prap se prap. Nuk është pagesa, unë kur kom garu ka qenë 200 euro, 180 që shtu diçka, ti në fushat kish benzime ma shumë. Unë kur njetë këtë punë se bëj për pare, as për emër, se sot që si jem tip që kom qa me pas jetën publike, do më thonë jem shumë, kom grej paralele në diçka që sot që më pëlqen shumë, jeta publike, jeta em personale o fjalla, asese, po tani ty t'imponohet, ndërsa a kom qef angazhim publik, kom qef. Po, normal kjo nuk e se di që e bën dikush për interes financiar, se bën, se energjin që harxhon ti në aktivizëm politik, në parti ose në komunë, ose në qeverini, ose në ministri, ose kudo, ti qatë energji me harxhu me një biznes tonin, me 2 euro më janis, i bën dikur edhe lullëzën ajo farë puna. E në politikë se gjitha njëjta, se është pak mas fiduse. Po, e vërtet, a ka në i moment, Gresa, kur për shambull, ti e vajzëre, edhe je, do më thonë, atë kohën tonë ma të mirë, kur të kontributit për qytetar, po në si cilën fush një vajzë e moshës tonë, do thotë është energjike për me ofru, që ato që e ka, do thotë që e ka punë. A ka momente kur thu, talo, mos të mirë na me njerëz, se për shembull, se cili pi ka kërkesat e veta, mandej se cili mirët ma ato që ti e kështu. Adin, do më thonë, ka tendencat gjykimit pavarësisht që nashta ti mundosh edhe jep maksimumin, edhe kur thu ta qeli një biznes me 2 euro se 100 euro shembull me marrë. Nejse, nashta me 2 bash jo veç. Një dizarëm jashtu. Vlerë është sfidusa edhe veç kush është i pasinqert se po të shkon mendje, se është energjia që ti e jep të në kohën, edhe nuk ka orë kjo farë puna, po dikush do të me bo. Edhe unë kam në zgjedh me bo, natyrisht është qaj paragjykimi, qaj stigma që hale eksiston, në politikë eksiston edhe grave më ju besu fërë që ju besojnë. Si janë burrat ata që vendosin për gjithë shka, fatkeqësisht. Edhe për gratë. Edhe për gratë vendosin. Të gjitha ata krit nevojat. Po gjithmona është sfiduse me shti gra në për lista, është fushat të me thonë medal me bo, lista zgjedhore. Është sfiduse me i besu grave njerëzit, ata e din që
weekenduet, ama s'të dojnë që atë se thoi një për të shtëpia, o krejt bëjmë për të shtëpia, po jemi edhe për të shtëpia, edhe për të shkolla, edhe për të puna, krejt bëhen, mbrihen. Unë e kom provu vetë, kom punu prej 7 vend të rënë që kuke, kom shku mazitën fakultet, po kur dhe që ka pas nevoj me shku rinia, kur kom qenë në PDK atëherë, rinia demokratike e Kosovës, në takime unë gjithmonë kam marrë pjesë. O nuk ka lidhja em tesha em lodh. Se tani njerëz ta shohin që atë angazhim. A ka si që thonë gjithmonë që rënjet çka do që bën, veç ai tu bo diçka njerëz kanë me fol, edhe mirë edhe keq. Veç kur si tu bo kur gjë, që atëherë smirret kërkosh me ty, kështu që është e kuptueshme ajo pjesë dhe hiç se kam problem. Unë i ftoj të rit, i ftoj vajzat, i ftoj gratë, mu angazhu për qytetin e vet, për lagjen e vet, me i kontaktu persona që kanë pozita, o 10 herë brethëre, 10 herë thirrë dhe i dal. 10 herë takoje dhe i të krym punë. Qëre, nuk është gjithmonë mundësia se ti ki me mujtë me bo zgjidhje dhe me kry punë. Po na e kemë obligim u ju lajmëru qytetarëve. Me ngrit zonin. Pa tjetër, na e kemë obligim me të dalin takem e me ndëgju, se nështë ta një kërkese jotja si qytetare shumë ma e mirë se një plani jone që e kena punu në zyre 10 orë. Sepse ti mund është me konë direkt e preku në unë pi zyrës nuk e shëheq. Ajo është që ka ty të sfidën gjithë dhe Po të është punë që kërkon pak teren. Natyresht, edhe në fundja këtu punë bën me njerëz profesionista, atë fushës, me qytetarë, me krejt. Kështu që kjo është. Gresa, familja jote qysh qëndron këtë pozicionin tën, më thonë si asambleiste, a janë mbështet sa po të thojnë mos su lodh shumë qika jonë se mundesh me bo diçka dhe pak ma të thjesht, ma ndryshe. Jo, familja jam janë njerëzët, i falenderoj bile publikisht, janë njerëz ma të mirë që unë një, për mu normal, janë ma të mirë në botë, nona e më thonë që jam e madhe. Nona jam delë bëm fushat për mu dorë të dorë, kur nësë kom koha dhe veç vjenë më thotë Gres, që to ke shumë mirë, që të kena nevoj mi ta ku qëta qytetarë bashkë, supportin që ma japin familja, unë jam personi më me fatë në botë për kunder rezultateve këtyne gjana, se ti ki me njek ato që e ki qëllem, si ka me pas ups and downs gjithmonë, po unë jam shumë falenderuse për krejt, për motrat, për vllaznit, për kunatat e mia, për rrethin e familjes tam përgjësi edhe shoqnin tam, që nuk kam shumë shoqni për diqëmëri, po që ata e bojnë maksimumin për me konë one ku ata e shohin që do na me konë. A di që më kujtove, unë gjatë disa ditë ma heret, tu bisedu me redaktorin e RTI-s, për me të ftu në podcast, isha të shkru. Do më thonë isha në rrugë të hec, edhe të shkru. Edhe kur po më del një zoj, e tha më fal me pamfleta, edhe tha kjo është tha qika jeme, edhe unë isha për të njëjtin person, do më thonë, të fol, edhe kur e kom fa, tash ma kujtove ke shumë interesant. Edhe po, për një ma mbështetse. Edhe më tha që kom qiken, edhin, po mendoj tha, është kandidate, mund të një me votu. Aha, po. Do me thonë, mu qa e ma bën zonën malë, se kër e di që i kam ropa në se cilin vendim tamen, se cilin moment tamen, unë njëna halja ma e fuqeshme, se ka rëndësishme pas familjen mbrapa. Shumë. Po, a ka momente, Gresa, për shamo, ti e vajzëri, okej, po prap se prap, shoqnia jonë, i ka do norma sociale që na i kërkojnë prej tjerve, që thojnë, gjeni, djallë, se shumë pa angazhohesh. Po, e di, jo, kësi ka gjithë, po jo, valla, nuk ka që s'kam, për momentin së që kam asë shumë interes, s'kam ko, ai që thash ma herët mos vinë ku të është me vetën ku gjenë për gjithë shka, po s'është momentin është ta. Për ty, po, normal. Ose s'ka ardhi duhere. S'ka ardhi hale prince. Po, nuk e di. Po, më për ndryshe princi nuk ekziston që tash po të kalzë. Okej, po, helojnë prej këtë farë puna. Nuk e di, jo, nuk... Herë varet, ka njerë që më thujnë, ka dhe që së më gucin heq, ka si që menojnë që e kam, ose ko me ditë, s'po di, qaj është. Se tash një dhe personale nuk e qasë shumë tane, dhe menojnë që ti po kalzën vëq për punë tone, po diçka ka që s'pedim na, po ju. Jo. Okej, shpresojmë që mas 4 viteve, do më thonë gjatë këti mandati, ki me punu shumë për qytetarët, po edhe për vetit një kësështë. Unë dina shumë e përmbushën kështë që jam, fatmirësisht, nuk e që po vrejna i farë mungese, nështë ta përshka këtë angazhimit shumë madhë. Kështë që po mirë është, natyresht edhe ajo e hop, është rulli, është pjesë shumë e rëndësishme jetës. Po të kuptoj shumë, vish pak humor, se e di që norma tona sociale, do më thonë, gjithmoni kanë ato kërkesat e veta që jënë të përgjithshme, nuk i bazojnë në baza individuale.
Po tena është edhe kur të arrini mosh, po si s'është veç për gratë, është edhe për burrat kur të më rrini mosh i ke bo vjetë, si farë gjonash, po jo, së që me shpisje më rregull, aty që është prej jashtë pragu derës e të poshtë, si dho 5 fare vlerë. Perfekt. Gresa, ke shumë kënaqësi me bisedu me Faleminderit ty. shumë edhe për mu kënaqësi që jesha në studion e juaj në këtë podcast. Është kënaqësi shpeshherë për mua dhe mi ndëgju edhe të ftuar që kene këto, kështu që kënaqësia ishte imja me qenë pjesë e kësaj treze. Shumë faleminderit Gresa. E di që kemi edhe shumë çka me fol, po kismet shihemi edhe një herë tjetër. Shihemi herën tjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Mirupafshim në episodin e radhës.